A duhet shfrytzuar, po themi, çdo, në kuptimin e mirë të fjalës, çdo mundësi që jepet, sado i paditur nga ana fetare që të jetë një person? Shiko, janë dy gjëra interesante në këtë gjë që solle. E para, njeriu ka dy momente të veçanta, e nderuar. E para tha kur lind, e dyta kur e kupton pse. Momenti kur e kupton pse është një moment. Cila është arsyeja që unë jam këtu? Nuk është e lehtë të gjesh një përgjigje, por përpjekja që bën për ta gjetur këtë përgjigje është arritje shumë e madhe. Dhe kam përshtypjen që njerëzit që ofrohen drejt besimit, po bëjnë një përpjekje për gjetë një përgjigje. Edhe rreth kësaj bote kaq të madhe që është ajo shpirtërore. Nuk është se e mohon botën trupore, por thash edhe një herë vendos hierarkinë. Pra vendos një hierarki vlerash dhe fokusimi që ne duhet kemi. Pra nuk është problemi, thaj, tek paraja, problemi është në dorë të kujt bie. S'është problemi tek pushteti, problemi në dorë të kujt bie. Qëndron. Pra, se ne nga një herë për shembull themi që shiko paraja prish njeriu. Unë them që paraja vën pa atë që është ai realisht. Se po që njeriu mirë do bëj më të mirë. Pra nuk ka një gjë se po them njeriu të qëndrojë kaq kokfort për disa gjërave. Rëndësishme është që është një gjë që duhet, të jep një përgjigje, përpiqu ta kuptosh dhe të ecësh përpara. E dyta, kur folë për çështjen e dijes, unë kam një ngjarje e veçantë në jetën e profetit Muhammed. Kur dikush i thotë dërguari i Zotit, thotë, ne nuk artikulojmë dot si ti. Pra ne nuk kemi fjalor, pra terminologjik fetar, si puna juaj. Profeti tha, po çfarë thua, tha ti? Unë them, tha, o Zot më ruaj nga ferri, më fut në parajs. Rreth kësaj, tha, jemi dhe ne. Pra këtë po themi dhe ne, thjesht e themi një formë pak më artikuluar. Po qëllimi këtu është. Pra një farë lloj forme, njeriu, pavarësisht nga niveli ku është, nëse ka vendosur të bëhet i mirë, në atë të mirën e tij, në formën e tij është shumë i lavdruar dhe shumë i pranuar tek Zoti. Kushti për të qenë në nivel dije të lartë, pikpamjen fetare, dituria duhet vijë në raport me veprën. Pra, njeriu duke punuar, duke mësuar, duke ditur, duke mësuar, sepse mund të hasëm dhe një dekadencë tjetër, që të kemi një bagazh të madh informacioni, pra njerëz super të shkolluar, po super të korruptuar, super pamoralshëm, super e me tjerë, sepse nuk është se s'ka dije, por nuk i akordon me veprën. Pikpamja jonë fetare është që dituria duhet të shkojë bashkë me urtësinë, pra bashkë me veprën. Dhe kur bashkohen këto dyja, njeriu kam përshtypjen që i bën hapa dhe ngadalë dhe i pjekur. Si duhet. Do të thotë, ka dhe një arsye tjetër pse unë e bëj pikërisht këtë pyetje, sepse dëgjoj kohët e fundit edhe një shprehje të tipit është bërë trend, po themi agjërimi, apo është bërë trend falja, apo ja se shikojnë në rrjetet sociale dhe duan ta provojnë. Po mirë, në fund, edhe nëse është kështu, a është gabim? Shiko, unë për veten time do vlerësoja çdo përpjekje të njeriu për bërë një gjë. Nëse është bërë trend i gjë e mirë, shqyr që është bërë trend. Ne ankohemi kur trend bëhet e keqja, ose më saktë tremimi. Nëse bëhet e mira,